Spari dihet botërisht se Edi Rama për të organizuar 21 janarit manipuloj dhe falsifikoj në bashkëpunim me Filip Çakullin një regjistrim të marrë nga indjeri Dritan Prifti sipas të cilit Ilir Meta ishte paguar 700.000 euro nga një biznismen që kërkonte të drejtën e tij. Sali Berisha kryeministër, së pari kishte ndigjuar Dritan Priftin ose i ishte kërkuar nga Dritan Priftit që të emronte një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe ka një regjistrim. Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po të dalish nga dera e zyrësime. Nxirre. Kjo është e vërteta, unë thop. Kur. Nuk merr dot më kushpeg. Ja çdo lloj ashtu po. Cili do që do të hetroj këtë çështje, mendoj se e ka të qartë se kjo ishte pjesë e skenarit të dhunës me 21 janar. Pra skenaristi del vet Edi Rama. Tani, se çfarë dini Ilir Meta, sigurisht mund të di, nuk them se ka qenë zëvendës kryeministër, por Ilir Meta, nga datën 14 apo 15 janar, pra para 21 janarit, ka ardhur në zyrën time dhe më ka thënë, unë do jap dorëheqjen. Sepse unë në prokurori nuk shkoj si zëvendës kryeministër. Ishin standardet tjera, ato jo standardet e Ramaduros, që vrapon për trujt prapanisën e vetë, duke hullë në gjyqë vendim në gjykas, akti turk, një pa precedent. Jo, tha, nuk shkoj tek prokurorit si zëvendës kryeministër, do shkoj si gjyqtar i thjesht për ati.